E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë ngjarjet më të fundit, të rejat më të fundit në fakt rreth artistëve shqiptar, që natën e mbrëmshme në një fotografi të postuar në Instagramin e tij, Gimbo ka ngritur një pikpyetje të madhe tek publiku se çfarë po ndodh tashmë me Selin. Selina ka shkuar në Kosovë, domethënë ka ndenjur natën e mbrëmshme, ka qëndruar dhe sot gjatë gjithë ditës dhe ka qenë një suportuese e jashtëzakonshme e Gimbos. Domethënë ajo dashuria e cila nisi brenda një shtëpie siç është Big Brotheri me shumë pikpyetje nga banorët dhe publiku, brenda shpirtit të tyre ka patur shumë përgjigje. Domethënë Selina dhe Gimbo po argëtohen dhe po kënaqen në këtë vizitën e tyre të parë nga ana e Selinës në këtë dimension në shtëpinë e Gimbos. Çfarë pash unë? Në fotografinë të cilën do t'ua sjell shoh një Selin e cila është pritur me shumë dashuri nga nëna e Gimbos. Këtë dashuri ne deri diku e kemi parë edhe në momentin kur zonja në fjalë erdhi brenda shtëpisë së Big Brotherit, surprizoi Selinën, surprizoi të birin, i solli një buket të bukur me lule në simbolik të dashurisë, respektit, nderit që ajo vajzë gëzon në familjen të Gimbos, dhe një moment të bukur që në fakt unë nuk e prisja që ta shoh, një përqafim të ngrohtë nga nëna kundërdrejt Selinës. Domethënë gjëra që janë të sinqerta, që janë reale, ato gjëra duken. Selina me patjetër edhe brenda shtëpisë, domethënë ka treguar një anë të saj shumë të bukur. Është një gocë e cila ka një afrimitet jashtëzakonisht të madh. Ndoshta sfidat e jetës e kanë mësuar që Selina të nxjerr anën më të mirë të vetes, domethënë të mos të rëmbet nga sfida, por të mendon, të logjikon, të vepron dhe të ecën përpara për të zgjidhur problemet, sepse problemet, nëse nuk e marrim ne përsipër që t'i zgjedhim, nuk ka se kush na i zgjedh, domethënë problemi nuk zgjidhet vetë, por gjithmonë është dora e njeriu që e zgjedh. Dhe me shkathësinë e saj, me forcën e saj, Selina arriti që të bëhet edhe fituese e një formati, dhe siç duket kjo gjë e ka bërë këtë familje të ndjehen shumë krenare dhe i kanë parë ato pikat e bukura të Selina që kanë arritur që ta pranojnë në familjen e tyre, sepse Selina ishte një vajzë në raport me Gimbon që unë gjatë gjithë kohës që Gimbo ka qenë në fakt brenda në shtëpi, unë nuk e pash Selina që të mban një hatërmbetje, të mban një inat, të mban një mlef me Gimbon, përkundrazi ishte shumë e ëmbël, shumë e butë, pa marrë parasysh se çfarë diskutimi bështe, pa marrë parasysh se çfarë zënka, nëse mund t'ju themi zënka mund të kishte çifti, Selina i qëndronte pranë Gimbos. Domethënë nuk është personazh që mund të mban inate me muaj për një fjalë të thënë. Dhe zakonisht këto dashuri janë shumë të bukura dhe un kam thënë që Gimbo dhe Selina kanë gjetur veten e tyre, sepse janë të ngjajshëm, kanë pothuajse të njëjtat profesione që në fakt i bashkon arti, dhe unë mendoj që dy artistë të dashuruar kuptohen me sy me njëri tjetrin, dhe sidomos këto që janë copy-paste i njëri tjetrit. Nëna e Gimbos i ka dhënë shumë dashuri Selinës. Ajo tha, unë i kam plot vajzat e mia, por kam edhe një vajzë e cila je ti. Domethënë, ajo që Gimbon e karakterizonte, qetësia, humori, pozitiviteti, janë gjëra të trashëguara nga nëna dhe nga familja. Jam i bindur që dhe motrat e Gimbos e kanë pritur me shumë dashuri Selinën, e kanë respektuar dhe nderuar, sepse thënë kjo edhe më herët, domethënë motrat e Gimbos kanë qenë pjesë e një historie të bukur publike, sepse nuk u kishte çuar ndonjëherë vllau i tyre një femër tjetër në shtëpi. Domethënë e kanë jetuar këtë gjë. Ku është mbështetja më e bukur? Mbështetja më e bukur për partnerin është në momentin kur ti e ke natën tënde të një momenti që është glamur për ty, që në këtë rast domethënë Gimbo tash sonte në fakt e ka pas momentin glamur. Selina pikërisht në natën kur Gimbo do të nxirrte projektet me Gjestin, do të nxirrte këngët me Gjestin, një rikthim pas shumë kohësh në skenë, Selin i qëndron pranë dhe dëshiron që të shikoj lumturinë tek partneri i saj. Domethënë Selina është argëtuar në Kosovë, vazhdon të jetë akoma, ka takuar dhe Shëndritin, kanë postuar fotografi, domethënë dy gjërat e çmuara që Selina i fitoi nga Big Brotheri, shoqëria me Shëndritin dhe dashuria me Gimbon. Kjo gjë e bën publikun që të jetë në fakt edhe më i fokusuar tek ajo se çfarë do të ndodh tek çifti. Domethënë çifti thjesht po i shijon të gjitha momentet dhe po argëtohet.